Falënderimi takon Allahut, atë falenderojmë, falje dhe ndihmë prej tij kërkojmë, atë që uzon Allahu Gjelle Gjelaluhu nuk ka kush e humb, dhe atë që humb Allahu Gjelle Gjelaluhu nuk ka kush e drejton. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut që është i vetëm dhe pashok, dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Vëllezër, në historinë islame ka ndodhur një ngjarje, ose mund të themi një mrekulli dhe një ndolli e jashtëzakonshme që si ka ndodhur asnjë njeriu gjatë historisë njerëzimit. I ndodhi profetit Muhammed alayhi salatu wassalam. Dhe kjo ndodhi, ose kjo mrekulli quhet mrekullia e Isras dhe Mi'rajit. Kjo ndodhi që i ndodhi profetit alayhi salatu wassalam e Isras dhe i Mi'rajit, ku Allahu Gjelle Gjelaluhu e bëri këtë gjë për profetin alayhi salatu wassalam para se ai të bënte hijretin e tij për në Medinë. Në një kohë dhe një situatë ku profeti alayhi salatu wassalam ju shtuan të këqijat kundrejt mushrikëve, pra mushrikët e Mekës, paganët e Mekës e shtuan të keqen e tyre kundrejt profetit alayhi salatu wassalam dhe besimtarve. Në atë kohë ku profeti alayhi salatu wassalam i ndroi jetë bashkëshortja e tij, Khadija radhiyallahu anha, një grua e cila e mbështeste profetin alayhi salatu wassalam dhe i dërguari i Allahut gjinte një preh tek ajo grua e madhe. Gjithashtu në atë vit ku profeti alayhi salatu wassalam vajti në Taif për t'i treguar popullit të Taif fenë e Zotit, ata e refuzuan në një formë shumë të keqe dhe profeti alayhi salatu wassalam u quajt viti i pikëllimit të tij. Viti ku profeti alayhi salatu wassalam shumë u pikëllua dhe kërkoi prej Zotit tij që ta ndihmonte dhe mendoi se mos vallë Zoti e kishte braktisur. Dhe në këtë kohë ndodhi që quhet mrekullia e Isras dhe Mi'rajit, ku Zoti i lartë madhëruar e mori profetin e tij alayhi salatu wassalam nga Mekka, vendi i shenjtë, në Xhamin Aksa, dhe nga Xhamia Aksa e ngjiti lart në qiellin e 7 dhe foli me Zotin e tij, ku në atë vend ai pa shumë mrekulli. Ishte një inkurajim dhe ishte një domethënie për profetin alayhi salatu wassalam që Zoti kur nuk braktis, sepse Allahu njerëzit i cili i do më shumë i sprovon dhe më shumë. Allahu i lartë madhëruar në Kur'an thot: Subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir. Allahu i lartë madhëruar thot: I lavdëruar qoftë ai që e mbarti robin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam natën nga xhamia e shenjtë, pra në Qabe, në xhamin e largët, pra në xhamin e Aksa, e cila është në Palestinë, rrethinën e së cilës e kemi bekuar, thot Allahu, për t'i treguar atij disa nga mrekullitë tona. Ai me të vërtet, pra Allahu i lartë madhëruar, dëgjon çdo gjë dhe sheh çdo gjë. Pra, kjo ndodhi dhe kjo ngjarje e madhe ndodhi në një natë të vetme. Ndodhi me shpirt dhe me trupin e profetit alayhi salatu wassalam. Sikurse vijnë hadithet e sakta të cilët e transmetojnë këtë ngjarje të madhe, ku Xhebraili alayhi salatu wassalam para se ta merrte profetin e Zotit, Muhammedin alayhi salatu wassalam, në natën e Mi'rajit, i hapi gjoksin e tij, i nxorri zemrën, e pastroi në një enë të florirt dhe e mbushi atë me iman dhe hikme dhe urtësi. Dhe më pas e ngjiti atë në një kafsh burak. Kjo kafsh, që Allahu alem se çfarë kafshë është, por se me ngjyrë të bardhë dhe shpejtësia e saj, pra hapi mbaronte aty ku mbaronte shikimi i kësaj kafshëje, aq e shpejt. Dhe vajti në Xhamin Aksa, në atë vend të bekuar, ku e prisnin të gjithë profetët e Zotit, dhe aty i dërguari i Allahut fali 2 rekat. I fali 2 rekat në këtë xhami të shenjtë dhe doli imami i të gjithë profetëve të Zotit. Pra, i priu atyre në namaz. Dhe më pas
i dërguari i Allahut, pra bashkë me Xhebrailin, u ngjitën lart në qiell, pra duke kaluar qiellin e parë, dytë deri në qiellin e 7, dhe në çdo qiell që kalonte trokiste, dhe kur trokiste i thuhesh kush je? Thot Xhebraili, dhe me mua është Muhamedi. Atëherë hapesh porta e qiellit parë, e kështu dytit, e kështu me radhë. Dhe në çdo qiell, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam në qiellin e parë, 2, 3, 4, 5, 6, pa profetët e Zotit, disa prej tyre, i cili ishte Ademi, Jusufi, Idrisi, Isai, Jahja, Haruni dhe Musai dhe Ibrahimi, i cili i takoi gjatë këtij udhëtimi kur u ngjit lart. Dhe i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam në këtë udhëtim na ka treguar ato mrekullit që i pa gjatë këtij udhëtimi të madh. Pa xhenetin, pa gjithashtu dhe xhehenemin. Pa ato mrekullit e xhenetit, pa në qiellin e 7, në këtë vend që ishte dhe Ibrahimi, i cili ishte i mbështetur në vendin, pra në atë faltoren që quhet Beitul Ma'mur, që në ditë hynin 70.000 melaike, të cilët krynin atë tavafi dhe falin e tyre dhe iknin, largoheshin dhe kur nuk ktheheshin më në atë vend. Gjithashtu profeti alayhi salatu sallam arriti në një vend që quhet Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha është një kufi që ndodhet, pra që do thot punët e tokës ngjiten deri në këtë vend dhe urdhrat e qiellit zbresin deri në këtë vend. Pra në një vend që askush nuk ka hyrë përveç të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Sa që transmetohet që i dërguari i Allahut ngjonte zhurmat e lapsave të cilët shkruanin në Lauhul Mahfuz të gjithë caktimet e krijesave të Zotit. Aq afër. Dhe në këtë vend i dërguari i Allahut pa mrekullitë e Zotit. Pa në këtë vend ato mrekullitë që Allahu i lartë madhëruar ka përgatitur për besimtarët në xhenet. Pa lumet e xhenetit, dhe në mënyrë të veçantë na ka treguar për xhenet, për lumin Kauther, që është një nga lumet që i përket vetëm të dërguarit të Allahut, dhe një nga cilësitë që tregon, thot se ansorët, pra 2 anët e lumit, janë prej xhevahirësh dhe perlash, kurse balta e saj është prej misku, që në të rrjedh uji i Kautherit. Vëllezër, gjithashtu i dërguari i Allahut në këtë udhim të largët, në këtë mrekulli të madhe, pa dhe disa njerëz të cilët dënoheshin që Zoti i lartë madhëruar ja paraqiti. Për tyre ishin ca njerëz të cilët me thonjë të gjatë që gricnin fytyrat dhe gjokset e tyre, dhe e gjithë ky dënim që ata kinin ishin për shkak të përgojimit që ata ndërhyjshin tek nderi i njerëzve, dhe Zoti i lartë madhëruar i dënoi ata me këtë lloj dënimi, Zoti na ruaj. Gjithashtu vëllezër, në këtë vend i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, pra në Sidratul Muntaha, foli me Zotin e tij Xhelle Xhelaluhu. Foli me Zotin e tij pas një lloj ndërmjetësimi. Pra drejt për së drejti. Dhe në këtë moment Allahu i lartë madhëruar ja obligoi profetit alayhi salatu sallam namazin 50 namaze në ditë. Pra që ai do t'i fali dhe që do t'i tregoj dhe umetit tij. Dhe do ta përcjelli këtë mesazh umetit të tij që edhe ata 50 herë në ditë faleshin. Dhe kur i dërguari Allahut zbriti dhe arriti në qiellin e 6 dhe u takua me Musain, dhe i thot profeti Musa se çfarë të porositi Zoti ty, dhe masi ja tregon ngjarjen, thot ktheu tek Zoti yt. Luta atë që ta lehtësoj se nuk do ta mbarti dot umeti yt. Dhe kështu që ngjarja që i dërguari Allahut vajti tek Zoti i tij, ju lut përsëri derisa ata u vendosën 5 namaze, por me një shpërblim sa 50 namaze. Kjo është një mirësi dhe një vlerë e madhe që Allahu i lartë madhëruar e ka specifikuar këtë umet vetëm muslimanëve, të cilët falen 5 herë në ditë, por se tek Allahu konsiderohen si 50 namaze. Vëllezër, gjithmonë në këtë ngjarje, të cilët janë një nga ngjarjet të paharrueshme, që është Isra dhe Miraxhi, padyshim që muslimani duhet që ta shikojë këtë ngjarje dhe të përfitojë, pra me syrin e përfitimit, me syrin e reflektimit, jo thjesht një tregim i cili ndodhi në kohën e profetit alayhi salatu sallam dhe u mbyll çdo gjë. Përkundrazi, në këtë ngjarje ka shumë dobi, të cilët muslimani përfiton
gjatë leximit, sepse biografia dhe jeta e profetit alayhi salatu selam është një nga jetët që nuk e ka patur asnjë krijesë në tokë. Dhe është një nga biografitë më të bukura dhe më të mira që Zoti i lartë madhëruar e pruri profetin alayhi salatu selam dhe sfidoi njerëzit nga Ademi alayhi salatu selam deri tek njeriu i fundit, që nuk do të kenë kurrë njerëzit që do të shohin mrekullinë ose atë biografinë më të bukur, më të mrekullueshme se i dërgumi i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ky është i dërgumi i Zotit. Ky është profeti Muhammed alayhi salatu selam. Askush nga profetët nuk e ka pas biografinë e këtij burri të madh, e këtij njeriu të lartë, e këtij njeriu më të dashmit të Zotit, zotëriu të njerëzimit. Për këtë arsye, në këtë ngjarje muslimani qëndron duke i parë dhe duke përfituar për këtyre ngjarjeve. Nga dobit të cilët nxjerrim nga kjo ngjarje e madhe, shkurt dhe përmendim disa më kryesoret, është se muslimani duhet besoj se në ngjarjen e Isras dhe Mi'rajit, profeti alayhi salatu selam u ngjit me shpirt dhe me trup. Profeti alayhi salatu selam u ngjit lart në qiellin e 7, në Sidratul Muntaha, tek Zoti i lartë madhëruar dhe foli me të me shpirt dhe me trup. Dhe jo siç thonë disa nga grupet e humbura që i dërguari i Allahut u ngjit vetëm me shpirt, se kjo nuk ka kuptim dhe të gjithë argumentet të cilët flasin tregojnë se i dërgumi i Allahut u ngjit tek Zoti i tij me shpirt dhe me trup. Gjithashtu e dyta është se kjo ngjarje tregon për vlerën absolute të profetit Muhammed alayhi salatu selam, i cili kur vajti në xhamin Aksa dhe pasi u taku me të gjithë profetët e Zotit, doli imami i tyre dhe i priu atyre në namaz për treguar se njeriu më i mirë dhe profeti më i mirë është i dërgumi i Zotit sallallahu alaihi wasallam. Pra profeti më i mirë që ka zbritur Allahu në tokë, edhe pse është i fundit, është profeti Muhammed alayhi salatu selam, është vula e profetëve. Gjithashtu, ngjitja e profetit alayhi salatu selam në natën e Mi'rajit, në qiellin e 7, në vendin Sidratul Muntaha, që askush nga dërgumit e Zotit nuk ka hyrë atje. Kjo tregon për vlerën dhe pozitën e lartë që ka i dërgumi i Allahut ndaj gjithë profetëve të Zotit. Pra profeti Muhammed alayhi salatu selam është profeti më i mirë dhe është njeriu në mënyrë absolute, njeriu më i mirë që Zoti i lartë madhëruar ka pruar në këtë botë. Profeti alayhi salatu selam thot në një hadith: "Unë jam zotriu i bijve të Ademit", dhe kjo nuk është mburje. Pra unë jam zotriu i bijve të Ademit, që do thot njeriu më me vlerë që ka njerëzimi, por kjo nuk është mburje sepse është një vlerë që ma dha Zoti i lartë madhëruar. Pra i dërgumi i Allahut është profeti më i mirë dhe krijesa më e mirë në tokë. Gjithashtu vëllezër, tregon për vlerën e profetit alayhi salatu selam se dyert e qiellit nuk mund t'i hapen askujt, dhe ardhja e profetit alayhi salatu selam, i cili vajti në qiellin e parë dhe u trokit dera, dhe i tha se kush je, jam Xhebraili dhe me mua është profeti Muhammed. Atëherë u hap qielli i parë, dera e qiellit dytë e kështu me radhë, për treguar respektin dhe vlerën që kanë edhe banorët e qiellit për profetin Muhammed alayhi salatu selam. Gjithashtu vëllezër, ngjarja dhe mrekullia e Mi'rajit, Isras dhe Mi'rajit, është një nga shumë argumentet të tjera tregues se Allahu i lartë madhëruar është mbi qiellin e 7, mbi arshin e tij, larg krijesave të Zotit. Sepse i dërgumi i Allahut u ngjit në qiellin e 7, në Sidratul Muntaha, dhe pa perden midis Zotit të tij dhe atij, sepse ai nuk mund ta shohë dhe askush nuk mund ta shohë Zotin drejt për së drejti. Përveç se në ditën e Kiametit, kur njerëzit do të dalin në xhenet, pra banorët e xhenetit, kur do të futen në xhenet, dhe një nga shpërblimet që Allahu do t'i japi banorëve të xhenetit është se ata do të shohin Zotin e tyre. Pra, do thotë se ngjitja ose ngjarja e Mi'rajit që profeti alayhi salatu selam u ngjit në qiell, do thotë se Allahu i lartë madhëruar është mbi qiellin e 7, mbi arshin e tij, larg krijesave, por se Zoti është me krijesat, me dëgjimin e tij, me shikimin e tij, por me qenien e tij është lart. Prandaj është e papranueshme dhe nuk mund të konsiderohet besimtar ai njeri i cili thotë se Zoti është kudo me qenien e tij. Imam Ebu Hanifja thot, kush thot se Zoti është kudo, ai nuk është musliman.
Për këtë arsye muslimani do të jetë i kujdesshëm sepse ka 7 ajete kuranore drejt për së drejti që tregojnë dhe flasin se Allahu i lartë madhëruar është lart në lartësi mbi fronin e tij. Gjithashtu vëllezër, në këtë ngjarje të mrekullueshme tregohet ushtria e Allahut, i cili është aq shumë i madh, saqë Zoti në Kur'an thotë: "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu." Askush nuk mund ta di ushtrinë e Zotit përveç se atij. Ku profeti alayhi salatu wassalam në vendin, pra në atë faltoren Beitul Ma'mur, që është si shembulli i Qabes, po është lart në qiellin e 7, që në çdo ditë hyn 70.000 me lajke. Dhe masi e kryen ritin, ato dalin dhe nuk kthehen më në atë vend. Çdo ditë hyn me lajke të reja. Pra dhe me lajket krijimi i tyre është para krijimit njerëzimit. I Zoti di dhe në çdo ditë deri ditën e Kiametit 70.000 me lajke hyn në atë vend dhe nuk vinë më në atë vend. Pra do thotë se numri i tyre i Zotit di se sa është. Prandaj Allahu thotë: "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu." Askush nuk mund ta njohë dhe nuk mund ta di ushtrinë e Zotit përveç tij. Pra, muslimani në këtë ngjarje të madhe qëndron duke reflektuar dhe duke përfituar për kësaj ngjarje të madhe. Elusim Allahun e lartë madhëruar që të na bëjë për atyre besimtarëve të cilët e lexojnë biografinë e profetit alayhi salatu wassalam dhe përfitojnë prej tij. Aqulu hadha al-qawl wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. Falënderimi takon Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi profetin Muhammed alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit. Vëllezër, ndodhia e Isras dhe Mi'rajit të profetit Muhammed alayhi salatu wassalam ka dhe një domethënie të jashtëzakonshme, sepse në këtë ndodhi të madhe Allahu i lartë madhëruar që foli drejt për së drejti me profetin alayhi salatu wassalam foli vetëm për një çështje: falja e namazit. Allahu i lartë madhëruar për vlerën e madhe që mbart ky adhurim i madh, namazi, falja e namazit, Allahu nuk ja obligoi profetit alayhi salatu wassalam nëpërmjet Xhebrailit në tokë, por dëshiroi ai xhelle xhelaluhu që ta marri profetin alayhi salatu wassalam pranë vetes së tij në qiellin e 7, në vendin e Sidratul Muntaha dhe foli drejt për së drejti pa ndërmjetësues me profetin alayhi salatu wassalam për madhështinë dhe detyrimin e namazit, për t'regu se ky adhurim është një nga adhurimet më të mëdha që ka feja jonë. Përndeni një hadith, profeti alayhi salatu wassalam thot: Rasul Amrul thot profeti alayhi salatu wassalam që koka e çdo çështjeje është Islami dhe shtylla e tij është namazi. Pra, e ka treguar dhe na ka sugjeruar dhe na ka këshilluar duke thënë se shtylla e Islamit, e këtij besimi është namazi. Pra, pa namaz nuk mund të qëndrojë ky besim. Pra, pa namaz besimi i tij është i prish, besimi i tij është i dobët. Profeti alayhi salatu wassalam na ka treguar në një hadith tjetër kur thotë se në ditën e Kiametit njerëzit kur dalin para Zotit, pyetja e parë që do t'i bëhet është namazi. Kurse me një transmetim tjetër, kur njeriu do të futet në varr, pyetja e parë që do t'i bëhet, a e ke fal namazin? Pra që do të thotë se çdo kush nëse dëshiron që t'i japi përgjigje kësaj pyetje, t'i japi sot që i ka mundësi dhe jo nesër që i kur nuk do të ketë më mundësi kur dali para Zotit ti, nëse ai nuk është falur. Pra, këshilla e fundit që pati profeti alayhi salatu wassalam për ummetin e tij dhe për besimtarët, kjo ishte: para se profeti alayhi salatu wassalam të ndronte jetë, fjalët e fundit të ishin as-salah wa ma malakat aymanukum. Namazin, faleni namazin, kur mos e braktisni atë. Fjalët e fundit profetit alayhi salatu wassalam para se të ndahesh nga kjo botë, këto ishin këshillat e fundit, për treguar vlerën e madhe që mbart dhe që ka ky adhurim. Për këtë arsye, Allahu i lartë madhëruar kur e ngjiti profetin alayhi salatu wassalam në natën e Mi'rajit,
ka i logjik për të treguar vlerën e jashtëzakonshme që ka ky namaz, ky adhurim. Për këtë arsye muslimani duhet që në këto ngjarje të reflektoj duke mos i braktisur kurrë namazet dhe duke qenë gjatë gjithë kohës në lidhje me Zotin e tij, sepse namazi është një nga elementët që e lidh njeriu me Zotin. Nëse nuk e fal namazin, do të thotë ke shkëputur lidhjet me Zotin tat. E lutim edhe një herë Allahun e lartë madhëruar që të na bëjë për atyre besimtarëve të cilët i falen Zotit tyre